Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes tashmë nuk do të mund të përgjojë më personat pa miratim të prokurorit të përgjithshëm dhe pa urdhër direkt të Ministrisë së Mbrojtjes. Këtë e ka bërë të ditur në Komisionin e Ekonomisë zëvendës Ministri i Mbrojtjes Dritan Hila gjatë një raportimi për projektligjin. Gjithaq informacionet e grumbulluara nga agjencia nuk përbëjnë bazë ligjore për kufizimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Është objekti i veprimtarisë së saj në fushën e përgjimeve ku kjo agjenci tashmë nuk ka më të drejtë në asnjë lloj forme dhe mënyre të përgjojë pa një urdhër të prokurorit të përgjithshëm dhe nëpërmjet një kërkese që kalon nga Ministri i Mbrojtjes. Përcakton që informacionet e grumbulluara nga agjencia nuk përbëjnë bazë ligjore për kufizimin e lirive dhe drejtave themelore të njeriut, duke ndaluar kështu përdorimin e këtyre informacioneve për qëllime përfitimi vetjak. Efektet anësore financiare të këtyre ndryshimeve ligjore janë minimale, teksa zëvendës Ministri i Mbrojtjes Hila ka deklaruar se do të ketë shkurtime në personel në Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes.